Ça protesta jam me protestat kam parë edhe PS-n edhe PD-n. Protestat e doktorit nuk janë më të kohës 91-92 apo fjala vjen 2004-2005. Doktori, unë jam vetë dëshmitar dhe ju si koleg, kur kishte hallën e vet për të imunitetit e për arrestimin e gjitha, që kishte një farë të drejtë, ai kërkoi të mlidhen gjithë demokratët, thirrja aty në status Facebook para parlamentit. Unë dërgova gazetarët e mi aty dhe thash, shikoni njerëz, do bëhet nami sot. 500 veta. Si me 500 veta? 500 veta i mbledhun me Gjerzefin, me tjerë, çfarë me shumë bile. Pra, ka rënë entuziazmi në opozitë. Militantizmi ka ngel disa militant demokrat, po nuk ka qenë fryma e 91-92 apo 2005. Pse nuk largohet Berisha? Pse po ndjek të rrugë? Jo, pse nuk largohet? Pse nuk largohet? Atë e di doktori, por sipas me mendoj që akoma mund të ketë edhe probleme personale familjare, nuk e di. Nuk mund ta them këtë akuzë është pak e rëndë, por fakti që ai dje, tha, zgjedhjet nuk janë të rregullta, zgjedhjet janë nuk i njeh ai praktikisht. Fal. Po i njohi de facto, i njohi Bashkimin Evropian, i njohin kryeministrat e Europës e ndëruar. Edhe kancelari gjerman do vije nesër pas nesër, mos gabon? Po pas nesër do vije këtu. Po, mbas Samitit e Europës. Po, do vije këtu që është do vije kryeministri i Britanisë që tha mezi pres takom me kryeministrin e Shqipërisë. Pra gjitha këto tregojnë që me gjithë vërejtjet, me gjithë sugjerimet, prapë qeveria është e ligjshme, ka fituar zgjedhjet. Atëra kanë faj ata që e ndjekin Berishën në këtë situatë? Ato nuk kanë faj fare, demokratët që janë jo demokratët në bazë të mund. Jo. Deputetët që janë zgjedhur, ata që janë demokratët që janë mira vetë, që janë njerëz të ndershëm, korrekt, pas janë idealistë që kanë një pjesë bile e madhe, ato duan të rikthimin pushtet, po s'po vinë dhe janë të mërzitur. Unë thash, kam takuar këto ditë njerëz të ndryshëm, aq sa nuk thash se kam dalë me mikrofon në rrugë, se s'kam as moshën as takat në tillë. Por që njeriu krijon një lloj sondazh, një lloj nuhatje me njerëz të pakënaqur. Demokratë që thonë nuk vim më në mitingin e PD-s, nuk vim më, jemi mërzitur. Paguajmë para me fugon për të ardhur dhe menduam se këtë radhë rrëzoj me Diramën, nuk rrëzuam. Sa mitingu do vinë të bëjnë ata? Do vinë 1000 veta, 2000 veta. Miting quhet sipas meje, me një opozitë të fortë, ku mlidhen 100.000 veta, 300.000 veta. E bllokon sheshin Skënderbej. Ditë natë, derisa thua të largohet kryeministri. Po këtë du ta bënin, e nderuar kolege, para 11 majit. Sepse ai jemi dëshmitarë që doktor Berisha tha, zgjedhjet i kemi të fituar, kemi qeverinë tonë të aleancës, ku do madhështore. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë, premtoi hapi thesin gjithani dhe prapë nuk bini njerëzit. Si ku do vinë njerëzit? Njerëzit janë të mërzitur e nderuar. Dhe demokratët me vjen shumë keq, se unë njoh shumë prej tyre, kam shumë kolegë, i shoh të zhgënjur. Atëherë duhet që vetë doktori, pra Berisha, si doktori baraz me Berishën, nuk kuptojmë, duhet që të gjejë një zgjidhje që të bini veten se ai e bëri epokën e vet. Bëri 91-shin, 92-shin, 90-91-shin, që ngelet në histori, pavarësisht e bën shumë veta, Gramos Pashko, gjithë tjerë, nuk ka çfarë zgjidhje të gjejë në momentin që nuk largohet vet. Kolege e nderuar, nëse me dëgjon. Deputetët që janë zgjedhur, ato ta ndjekin. Gjithë deputetët që caktoi drejtues politik përveç Agron Gjokmarka, që me sa duket 4-3 po del për PD, me sa duket. Lezha. Të tjerët nuk kanë as fytyrën të dalin që të kundërshtojnë. Ja shiti si ka dalë Elbasani, si ka dalë Firi. Durrësi mirë, se ajo pak a shumë. Po, më thuaj mua atëherë këto deputet që u caktuan në lista të mbyllura dhe ky ishte një gabim tjetër për mua, Rama veproi me djallëzi, me strategji perfekte. Kështu rezultoi tash, se unë fakt s'kam qenë me të. Po fakti që caktoi një listë të mbyllur, të rinj dhe futi natyrisht edhe pjesë të ministrave, futi në skalonin e luftës të betejës, Pandeli Majko, Fatmir Gjafer, Rën Braçi, gjithë, Damian Gjiknur, gjithë, i futin front për të mbledhur vota. Dhe mbledhën vota, shtuan vota, sepse ishte konkurenca edhe me kundërshtarin, por edhe konkurenca brenda llojit. Brenda llojit ka qenë me keqe. Tani ti po thua, këta humbësit e Berishës nuk kanë fytyrë, po e themi kështu, sipas teje që ti dalin në këtë moment kundër Berishës thua ti? Jo, fal. Nuk them tash të mlidhen se grup anti-Berish nuk besoj të ketë aty, se nuk kanë takat se i ka futur. Pra nuk do të ketë thua. Sepse Berisha i ka futur në listat të mbyllura. I bëri nder, domethënë, dhe fakti edhe një herë ndëruar, nëse më ndjek me vëmendje, unë them
mënyra se si veproi Berisha dhe PD-ja duke futur në listat e mbyllura gjithë figurat Jam emblematike, shumë e qartë unë për këtë. ai humbi vota. Ato i do të nxjerrte si nxori Rama në betejë, pra tham në shesh betejës, gjithë këto figurat e njohura, Majko, Gjafa etj, edhe ai do të nxjerrte. Me Agro Gjokmarkë, Gazbardi, gjithë to Që të moralizonte. maksimalizonte votën. Që shtonte votën. Dakor. Dhe tërgullonte në fund disa Jam figura shumë dakord. se kishin nevojë Po pak insistoj te kjo pjesa, a do t'i dalin kundër? A mund t'i ikin? A mund të krijojnë një forcë tjetër? Nuk e Çfarë do të ndodh me Partinë Demokratike? Nuk e besoj, nëse ta zëm. Gazbardi, to moralizoti, Agron Gjekmarkë që janë emblemat e, nëse mund të quhet grupi anti-Berish, brenda PD-s, që ishte, të kishin fituar ose të kishin dal aty, domethënë të pranueshëm me Edhe mund të dilnin kundër Berishës. Edhe mundet të. Kurse çfarë, si do dalë tash Gazbardi ose to moralizoti? Më thuj më. Ato janë të dy për mua figura emblematike të PD-s, intelektual, por rezultati është skandaloz, është shkërmoqur PD-ja. Përveç kësaj, për mua unë mendoj edhe gjë tjetër, që duhet që patjetër të riorganizohet gjithë opozita, e gjitha. Si? Të organizohet në formë tjetër, të gjejnë një, nuk them nesër mëngjes, se do të vëzojnë protestat, do gjetë sa të biri pak tensioni brenda rradhës të PD-s. Jo, është vera përpara, do bëjmë pushime, po, plazh. Po besoj nga shtator tetori, brenda vitit duhet, do nxjerrin lëkurën pak në plazh, por unë mendoj që opozita ka nevojë për një ndryshim radikal, që do të thotë Doktor Berisha duhet që nuk do ta bëj, unë po them duhet që nuk do ta bëj, që gjej një mënyrë pasi të vazhdoj me këto mosnjone zgjedhje dokumenta etj që ka vazhduar lista e zeze, lista e bardhë, ku diun punë ti dokumentoj, vazhdon historia e mosnjonës së zgjedhjeve. Po do vijë një kohë që do bëhet analiza në shtëpi, brenda shtëpisë, si dole ti. Dhe duhet që të thotë, unë do ngelim deputet, le të ngelet lider shpirtëror, që si duash, po e themi tash me termin demokratë që duan një lider që ka vota, sepse ka 400-500.000 vota doktor, nuk është ai mbetet burr shteti për atë punë, ka bërë epokën e tij me të mirat e tij ka bërë, ngelet një figurë honorifike dhe zgjidhet dikush tjetër. Ai mund të ketë frikën se më i del lulbash tjetër, po është faj ti. Nuk ka faj im, as i demokratëve që ai caktoi lulbashën. Lulbashën ka caktuar Berisha, se kanë caktuar as unë, as ti, as një demokrat. Pra ai duhet gjejë një mënyrë tjetër që të thotë ta përgatisi liderin, pra ta fusi në betejë, që të përgatitet për zgjedhjet 2027, zgjedhjet vendore, pa fituar gjysmën e bashkive domethënë të vendit, pra në zgjedhjet pas 2 vitesh, ai kot shpreson për 2029-ën. Se do të kesh bashkit, s'ka bashki fare, 3 bashkie, sa ka sot, 3, 4 nuk e, 4. Pra duhet që dikur që ishin të ndame. Po thuaj se gjys për gjys. Ai mund të konkurrojë nesër pas nesër për Bashkinë e Tiranës. Që mendoj që brenda vitit me informacionet e kryqëzuara janë që mund të ketë zgjedhjet parakoshme në Tiranë për Bashkinë, për kryetarin e bashkisë. Kush do futet? Kush? Po duhet gjetur pra figura. Belini është djalë shumë i mirë, po nuk e gëlltit dot Tiranë, ai djalë shumë i mirë vërtet. Unë e njoh. Po don një me karizmë, me besim, me autoritet të madh, me lidhje të fuqishme. Si mund të konkurrosh në Tiranë? Tirana është edhe e mirë dhe e keqja politikës. Është edhe ndëshmëria dhe pandëshmëria, edhe mafia dhe korreksia në Tiranë. Gjithçka. Pra, duhet që pa diskutim doktori të iki, që nuk do iki, pra kthehemi edhe një herë te pika 0, që ky fat i keq do vazhdojë duke kontestuar në parlament, duke folë në parlament, duke bërë rëmuj, duke djeg diçka në shtator, tetor, qeveria. Një djavaz që nuk prodhon pushtet të ardhme për demokratët e ndëruar. Kjo është ideja. Si e lexon ti votën preferenciale për shembull për Ilir Ali Mehmetin, Jorida Tabakun, megjithëse Ali Mehmeti tani është drejt konfirmimit të mandatit për deputet. Absolutisht për mua, me aq sa i njoh të dy, po arrit të gjykoj ftoft. Për mua Ilir Ali Mehmeti është bashkë me Jorida Tabakun, janë dy figura emblematike, të pastra, intelektuale, korrekte. Pra kuptohet se çfarë duan demokratët, pra se duhet lexuar mirë vota. Janë të dy që duhet të jenë dhe po të jenë të dy, se njëri do jetë besoj. Jo, njëri do jetë. Njëri, po nëse varet të shohim si shkojnë votat, akoma s'është vendosur se ka votat e diasporës që po numërohen. Okej, po. Janë duke vazhduar procesi, por nëse janë të dy, është mirë edhe për PD-n dhe figura të tilla duhet marrë PD-ja. Nuk them tash se un po vdes për Ilir Ali Mehmeti apo Jorida Tabakun. Po ulan listë hapur ata. Domethënë më të mirët ulan në zonën e rrezikut. Po mbledhin vota pra, I nxori në betejë, që kështu do kishte nxjerrë dhe Gazbardin, edhe Tomariz, edhe Agron Gjokmarkën, edhe kush i tjetër, Bujar Leskaj, gjithë në terren të kishte nxjerrë. Si nxori. Dhe unë e di shumë mirë, kam qenë vetë kandidat për deputet.
Kur ke betejë ballë për ballë, se kam pas edhe kodi zgjedhor është skandaloz. Skandaloz, Që po, nuk e vërtet. ndryshon dot, sepse këto do të kenë një mënyrë presioni me populla pa populla si duan ta gjejnë zgjidhjen, që të ndryshojnë sistemin zgjedhor. Se me këtë sistem zgjedhor, që Zëria kanë marrë gjithë ato vota, nuk përkthehen në mandate, është i fiton prapë Rama. Sistemi zgjedhor sipas meje ka qenë 100 zona majoritari pastër dhe 40 deputet që ishin proporcional, që fuste elektorat dhe fraksionet e elektoratit të ndryshëm dhe kishte përfaqësim, kishte pluralizëm, kishte ndryshe. Por që them të jo, kur je në listë të mbyllur, je deputet i sigurt, apo jo? Përveç një 2 rasteve në Vlorë që u dogjën dhe lista sigurt, por nuk ke atë shpirt e garës. Thua që jam deputet i sigurt, shkoj futi gotë vera raki, edhe del flet 3 fjalë, ndërsa kur je vetë në betejë, ti shiko Fatmir Gjafën me Ilir Ali Mehmetin. I kam parë në çdo skut të Tiranës duke takuar kafe njerëz, lëviz në këmbë, Jorita Tabaku. E ke parë, shkote ulej, bisedonte këmbkryq me banorët fshatarët. Pse? Se ishte interesi natyrisht i veti, po indirekt i Partisë Demokratike. përfitonin dyja palët. Tani emrat që u lanë jashtë për shembull goxha emra edhe nga Partia Socialiste që kanë vite në parlament. Pandeli Majka për shembull. Pandeli Majko jashtë, Mimi Kodheli jashtë, Olta Gjaçka jashtë. Kolege, tani kjo është betejë elektorale. Futesh në betejë ose kur e ndjen se ka kohë të ikësh, ose nuk ke takat, ose nuk mund të përballosh, njeriu thot faleminderit ikën. Ikën se njeriu nuk është vetëm nuk ka lindur deputet dhe të vdesi deputet. Apo jo. Deputet është një po quaj profesional, quaj si dush, angazhim politik, në një forcë saktuar politike, dhe ikën vinë ndrohet, ka gjak të ri, ndrohet, do vi kohë të iki. Unë për vete kam ikën në 49 vjeç nga politika. E pash që është majtës dhe djathtas se ika. U ktheva në profesionin e gazetarit. Dhe nuk u turra, për aman pas X dhe Y për të nuk është. Pra, kur edhe një herë njeriu do ta ndjejë që kur ka ardhur koha për të ikur, që nuk po e kupton i pari doktori një herë, që ka përgjegjësinë e madhe demokratëve. Unë kam parë demokrat. Njëri ja ka lënë zotin, tjetri ja ka lënë. Kam parë demokrat aty rrotull të kafet e gazetës Koha Jon, jo po ta them sinqerisht, pa shtuar, pa sajur, që duke qarë, i thash çka ke? Po ç'a prapë tha në opozit. Po kush e ka fajin thashun? Po unë tha vdes për doktorin, po tani nuk vdes më për doktorin. Pra ka një zhgënjim, vërtet.